Ernest Muçi ka qenë protagonisti kryesor i Trabzonsporit në javën e fundit duke ndihmuar skuadrën e tij të merrte 2 fitore radhazi fal 3 goleve që shënoi, edhe të shtunën në suksesin 3-1 përballë Konjasporit ai fitoi fillimisht penallti për barazimin 1-1 dhe më pas edhe shënoi një gol me një goditje dënimi spektakolare. Lojtari ishte protagonist absolut në çdo sulm të Trabzonsporit dhe këtë e tregon më së miri statistika e 11 prekjeve të topit në zonën e rreptësisë kundërshtare gjatë minutave që ishte në fushë në këtë takim. Ky ishte rekordi personal i Muçit në kampionatin turk sa i përket kësaj statistike, pasi një gjë të tillë nuk e kishte arritur asnjëherë më parë me fanellën e Beşiktaşit, ku dukshëm nuk i është besuar kaq shumë në fazën ofensive. Vetë futbollisti u shpreh i kënaqur pas kësaj fitoreje, ku ekipi u bashkua Fenerbahçe së vendit të dytë në kuotën e 31 pikëve, ndërsa Galatasaray ka 1 pikë më shumë. Dy skuadrat e Stambollit përballen këtë të hënë dhe për këtë arsye fitoria merrte një rëndësi të veçantë. Ne e dinim që sot do të ishte thelbësore, me që të dy skuadrat e kreut në kampionat do të luajnë me njëra tjetrën, ne e dinim që do të ishte thelbësore për ne që t'u afroheshim. Nuk deshëm të kalonim në disavantazh, por pas barazimit treguam karakter dhe vendosmëri ndaj morëm 3 pikët. Ne do të vazhdojmë në këtë rrugë, nuk duhet të dorëzohesh kurrë në jetë. Javët e para të sezonit nuk ishin siç e prisja, por çdo gjë mund të ndryshojë në një moment. Duhet të qëndrosh i fokusuar, ne do të qëndrojmë të fokusuar, theksoi sulmuesi i Kombëtares shqiptare.